A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavate dhe selame qofshin për edukatorin e njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besnikë dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Nusret Efendi Fazliu, imam dhe hatip në xhamin Hafiz Halil Ibrahimi në fshatin Kondov. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana jonë. Të nderuar teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, tema e sotme që do ta elaborojmë së bashku këtu me hoxhën e nderuar është rëndësia e rinisë në këndin islam dhe pesha e saj në shoqëri. Hoxhë i nderuar, si fillim, si shpjegohet rinia në fenë islame? A është thjesht si moshë rinore apo përgjithësi shoqërore? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në çdo në fillimet tona falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, atij i takon gjithë hamdi dhe falënderimi. Përshëndetjet, salavatet, bekimet tona qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme të pastër, fisnike, mbi shokët e tij burra dhe gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë dhe e përfaqësojnë deri në ditën e gjykimit. Një ashtu jam tepër falëndërues ndaj Muftinisë së Shkupit në përgjithësi me stafin e saj dhe muftiu të nderuar në veçanti doktor Qenan Efendi Ismailit, të cilët na e dhat mundësinë që të shprehim disa nga këshillat e Allahut xhelle xhelalu, të cilat janë tepër të rëndësishme për shoqërinë të cilën jetojmë. Rinia zë vend të rëndësishëm, teje të rëndësishëm në fenë islame, e cila është promotori kryesor për gjallërinë dhe jetën në një shoqëri. Islami apo rinia në këndvështrimin islam i jep teje rëndësi të madhe rinisë dhe ajo gjithmonë mundohet në përmasat e saj që të mban në rinin e shëndosh, për shkak se një rini e shëndosh është një shoqëri dhe një shtet i shëndosh. Është interesante se fjala rini në gjuhën arabe quhet shabab, por edhe fjala feta o futua quhet rini, por fjala shabab, rini, me këtë term në Kur'an nuk e gjejmë askund. E ku është dallimi mes shabab o futua? E shabab ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ndërsa el futua ka ardhur në Kur'an. E shabab ka për qëllim rinin e cila jeton vetëm mbi bazat e instiktit dhe epsheve. Tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam: Ja ma'ashara ash-shabab, o ju të ri, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, kush ka mundësi, kush i plotson kushtet për juve për martesë, le të martohet. E ai i cili s'ka mundësi, fa alayhi bis-sawm, unë ju rekomandoj ju që të agjeroni, sepse agjerimi është ai i cili e dobëson paksa epshin e njeriut, nga dalson epshin e tij me qëllim që ta mbron nderin dhe moralin e tij, të mos bie në kategorinë e amoralitetit dhe zinas, duke e mbrojtë të riun nga gjërat të cilat janë jo të hishme, të cilat janë shkatruese për moralin, për shoqërinë, apo edhe për shëndetin e njeriut në përgjithësi. Shabab ka ardhur duke na vënë në vetdijen tonë, termi shabab ka për qëllim rinin e cila ka vetëm epsh
dhe ka instiktin dhe egon e tyre si njeri. Ndërsa El Futua ka ardhur një rini në Kur'an e cila ka për qëllim rini me përgjegjësi shoqërore, përgjegjësi individuale, e cila rrugton mbi bazat e arsyes, jo mbi bazat e epshit, jo mbi bazat e egos, jo mbi bazat e instiktit, e cila e dallon prej krijesave tjera, por njeriu vepron mbi bazat e mendjes, mbi bazat e shpirtit, dhe ajo është imani, besimi ndaj krijuesit se ai e ka kriju, për cilat qëllime është kriju, kush është krijuesi i tyre dhe kështu me radhë. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu na sjell në Kur'an në suratul Kahf mbi banorët e shpellës, duke thënë innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allahu Gjelle Gjelalu nuk tha ata janë të ri shabab, janë të ri të cilët rrugtonin vetëm për ta shfri epshin e tyre, vetëm për ta shfri synin e tyre, për ta plotësu egon e tyre, por ata ishin të ri të cilët amanu bi rabbihim, e njihnin Zotin e tyre hak, e kuptonin me arsye se s'ka mundësi e gjithë kjo gjithësi të mos të ekziston pa një Zot, të ekziston vetvetiu. Kush e krijoi njeriu? A thu vallë ka ardhur pa një qëllim? Ku duhet ai të shkon? Si duhet jeton? Si duhet ai të rrugton? Cili është haku ndaj Zotit? Cili është haku ndaj prindit? Cili është haku ndaj fëmijët? Cili është haku ndaj mësuesit? Cili është haku ndaj mjekut? Cili është haku ndaj shtetit, ndaj kryetarit? Cili është haku ndaj kafshës, ndaj bimës? Se njeriu është i paqës në tokë, dhe këta njerëz jetonin mbi bazat e arsyes, mbi bazat e edukimit, e që fatkeqësisht ata gjendeshin një periudhë kohore ku mreti i tyre donte që njerëzimi të mos logjikojnë, por ata të jetojnë vetëm për ta ngopur barkun dhe epshin e tyre, të hanë dhe të pinë dhe kështu të përfundon jeta e tyre, duke madhëru statuja, duke madhëru puta, duke madhëru zota të rrenjshëm të ndërtuar nga duart e tyre në formë të gurit apo të drurit. Dhe ata u largun, u distancun. Na nuk mund të jetojmë vetëm si njerëz në formë të kafshës, e cila nuk logjikon, e cila nuk ka qëllim, por vetëm duhet ta mbush epshin dhe barkun e tij, ta shfrenon epshin e tij në marrëdhëniet intime. Jo Allah, dhe ata u largun nga ky popull, u largun nga ky pushtet, e sakrifikuan rinin e tyre, sakrifikuan famën e tyre, sakrifikuan punësimin e tyre, sakrifikuan jetën e këndshme të tyre, nuk ishin të dëgjueshëm ndaj besimeve të kota dhe u strëhuan në shpellë. Prandaj Allahu Gjelle Gjelalu si të ri nuk tha këta ishin ulema, nuk tha këta ishin të ngritur, nuk tha këta ishin doktor profesora, nuk tha këta ishin magjistra, nuk tha këta ishin innahum fitje, ata ishin të ri, ata ishin djelmosha, por që besonin Zotin e tyre, e Allahu tha, na shtuam udhëzimin ndaj tyre. Këtë ajet kuranor vlen të cekim edhe për shkak të kohës, por që është shumë interesante, mesim tejet i rëndësishëm nga Allahu Gjelle Gjelalu. Ibrahimi a.s. i dërguar i Allahut në moshë shumë të re, në moshën 14-15 vjeçare, sa kishte hyrë në pubertet, ai nuk i dha rëndësi epshit, ai nuk i dha rëndësi egos së tyre, por mbreti i kohës së tij, i cili ishte Nemrudi dhe donte t'i mposht popullin e tij vetëm duke ja shpërla trunin e tyre, që mungesën e besimit ta plotësojnë përmes idhujve, dhe i kishin ndërtu idhujt e tyre në formë të gurit, dhe ata dolën një ditë të festonin në një fest të cilën ata e kishin imagjinu, kinse po ja u plotëson nevojat shpirtërore të tyre. A mund ta plotëson nevojën guri? A mund të shëron guri? A mund të jep risk guri? A mund të jep evlat guri? A mund ta jep mendjen guri? A mund ta jep shëndetin guri? A mund ta udhëzon shtetin guri? A mund ta jep drejtësinë në përgjikata guri?
dhe Ibrahimi a.s. nuk u pajtua, nuk shkoj të feston, nuk ishte pjesa asaj shoqërie, por ai i ri jo me epsh, i ri me mendje, i ri me zemër, i ri me logjik, i ri me dituri, dhe than, wa qalu sami'na fatan, ata than, kemi ndëgju për një djalë të ri, yadhkuruhum, të cilët pjesë banor të ati vendi e kujtonin, ju kalu lehu Ibrahim, e që ishte me emrin Ibrahim. Ai si duket na i ka thi Zot në ton, ai na i ka shkatru Zot në ton. E si o Allah, si mos t'i shkatron Ibrahimi Zot në të prej guri, a thu val guri ka kriju këtë gjithësi, guri ka dhënë gjithë këtë precizitet, guri shëndron ditën në natë dhe natën në ditë, dhe ai nuk u pajtua, ishte i ri feten, por jo i ri në bazë të epshit, jo i ri ka ta drejton barku, jo i ri ka ta drejton epshi, ka ta drejton marrëdhëniet intime, ka ta drejton interesi, por i ri me mendje të shëndosh, ishte feten, ishte i ri në me përgjithësi, sa ai kishte përgjithësi në shoqërisë, duke i tregu shoqërisë se ki nuk është Zoti i vërtet. Kështu në nuk duhet jetojmë. Nuk kemi ardhur në tokë vetëm për ta ngi barkin me hangër dhe me pi. Me hangër dhe me pi njeriu ngihet për 15 minuta, 24 orë i ka para vetës tij dhe ai duhet të shfrytëzon që të arrijë qëllimet në jetën e kësaj bote. Allah shpëleft Hoxhën nderor, Allah razik. Hoxhën nderor, ku qëndron urtësia në udhëzimin e rinisë sipas këndvështrimit islam? Si e shpjegon këtë pyetje? Është shumë interesante. Allahu Gjelle Gjelalu po të njëjtin ajet kuranor, por që do të mundohem të shprehim disa nga dobit, fawaid të cilët i kanë nxjerrë mufessirinët e Kur'anit. Ata të cilët na e sjellin këtë dituri të pashtershme në duart e tona. Allahu tha, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata banorët të shpellës ishin djelmosha të ri, të cilët besuan Allahun, por nuk mjaftoi vetëm besimi. Dhe Allahu nuk tha në këtë ajet kuranor ja u dham udhëzimin, por tha wazidnahum huda, ja u shtuam udhëzimin, jo ja u dham. Prandaj Islami nuk është ai i cili ta jep dhuron udhëzimin në formë dembelie. Ata u dash si të ri vetvetiu të mendojnë me logjik të shëndosh, duke e dallu të mirën nga e keqja, duke e dallu të zezën nga e bardha, duke e dallu drejtësinë nga zullumi, duke e dallu ignorancën nga dituria, dhe vendosën që të ndaheshin, të ndajnë rrugët me atë popull dhe sakrifikuan familjet e tyre, vatanin e tyre, rinin e tyre, të ndahen prej atij popullit të cilët ishin në errësirë dhe në dalalet, duke mos u bashkua me ta në jetën e cila është në kundërshtim me lirit e njerijut në aspektin tregtar përmes kamatës, duke e shtyp tjetrin e njëna palë të ngritët, duke e shtyp mendjen e njerijut përmes alkoholit, e Allahu e dalloi mbi gjitha krijesat përmes mendjes, e ai duke e shtyp jetën e tij ekonomike përmes kazinove, duke arrit në mënyrën më të lehtë tek pasuria e jetës kësaj bote, ata sakrifikuan rinin, dhe në moment që ata bën hapin e parë të sakrifikimit, wazidnahum huda. Allahu tha, tash pason udhëzimin nga ana jon, tash pason mbështetja nga ana ynë, tash pason ndihma nga ana ynë. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu me këta djelmosha të ri dha një mësim teje të rëndësishëm se si Allahu u gjet në krah të tyre 309 vite i vendosi në gjumë, duke ruajtur shëndetin e tyre, duke ruajtur trupin e tyre, duke vendos edhe diellin si ill më i madh shumë fish se sa toka, që të mos jenë rrezet e saj shkatrim për trupin e tyre, duke i kthyer në anën e djathtë dhe në anën e majt për ta mbrojtur trupin e tyre, dhe në fund kur Allahu i ringjalli
ata ishin po të njëjtën moshë, duke ja urrujt rinin e tyre. Duke ja mbrojt moshën e tyre. Allahu nuk I la trupat e tyre të plakeshin. Jo me yaj'alul wildane shiba. Allahu është ai I cili ka në dorë mplakjen dhe ka në dorë rinin. Allahu ja urrujti rinin e tyre, sepse rinin ata kishin sakrifikuar ndaj mbretit tiran, zullumqar, ata I kishin thonë stop. Na nuk dëshirojmë që rinia in të kënaqet me epsh dhe ta humb logjikën dhe ta humb forcën dhe ta humb mundësinë që t'i thot të pavërtetës jo e drejtë. Për shkak se sakrifikuan ata rinin, Allahu ja ushtoi udhëzimin e mbajtën fen islame dhe krejt ai popull u zhduk, Allahu këta I ringjalli mbas 309 viteve dhe I ringjalli të shëndosh dhe në rinin të cilën ata e kishin. Vlen të përmendim këtë aspekt. Pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam, interesante lufta dhe ekspedita e parë që zhvilluan muslimant mbasi kishin bën migrimin e tyre, hijretin prej Mekke në Medinë, ishte lufta e Bedrit. Sipas gjithë historianëve, shumica e luftëtarëve të Bedrit ishin nën moshën 30 vjeçare. Që të gjithë ishin 3. Sikur ta djelmoshat e shpellës. Ata bën revolucionin për t'i treguar kureshitëve të Mekës se kjo është pasuria e vërtet. Nëse është nevoja edhe me luftë, edhe jetën do të sakrifikojmë, edhe gjakun, vatanin, pasurin. Ne nuk na josh kënaqësia e jetës kësaj bote pse jemi 3, por do ta themi të vërtetën edhe nëse I humbim ata. Allahu I nxori faqebart në luftën e Bedrit, e fituan luftën, por promotori I fitimit luftës sebeb ishin të rit e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam I vinin atij letra nga jehudët dhe pejgamberi Allahut u shkruan te letra jehudëve përmes sahabëve, nga sa ai nuk dinte shkrim dhe lexim. Mirë po, jehudët siç e kanë zakon, edhe atëherë dhe sot, dhe deri në ditën e gjykimit, nuk qëndrojnë besnik në fjalë dhe nuk qëndrojnë besnik në të shkruarën e tyre. Dhe I ndryshonin marrëveshjet të cilat I kishin bërë me pejgamberin sallallahu taala alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam tha: "Ja Zeid ibn Thabit ishte në moshën deri dikon 18 vjeçare." I tha pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam që ta mësosh gjuhën e jehudëve, inni wallahi ma amanu ala kitabi, sepse unë nuk besoj nga ajo që ata shkruajnë. Ka mundësi ata shkruajnë diçka ndryshe nga marrëveshja që na e bëjmë. E pastaj na duhet ta bartim atë të cilën ne kemi pranu, ku e dim ata çka kanë shkruajt. Tha, prandaj duhesh me mësu gjuhën e tyre. Zeid ibn Thabit tha: "Unë kam mësu gjuhën e jehudëve për 15 ditë." Subhanallah. I ri, tha, jo që kam mësu gjuhën e jehudëve, por kam mësu edhe gjuhën e romakëve, pastaj kam mësu gjuhën e abesianëve të Etiopisë, pastaj kam mësu gjuhën e Persisë. Kishte mësu 4-5 gjuhë Zeid ibn Thabit, I cili ishte në moshën shumë të re, e në moshën 23 vjeçare, mbas vdekjes pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam, ai me urdhër të halifës së parë Ebu Bekr as-Siddiq vendosi dhe ishte kryetari I komisionit për grumbullimin e Kur'anit në një mushaf. Në moshë kaq të re, me një mision kaq të madh, librin më të garantuar në tokë dhe në qiell, përfundimtar, I cili është kushtetuti dunjas dhe ahiretit, e kishte barë kryetari I komisionit për grumbullimin e këtij libri, për çdo ajet nga 2 dëshmitar, njëri I cili kishte të mësuar përmendsh, tjetri I cili kishte shkruar me dorë të lirë. Kryetari I komisionit ishte në moshën 23 vjeçare, Zeid ibn Thabit. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I mësoi sahabët kush duhet të merr barë të randa për udhëhecjen e një shoqërie, për çështje më të çmuara, për punë shumë më të madhore. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke mos dash të bëhemi tepër, por ai në udhërëfimin e tij të shpalljes, duke e ditë se
ki Kur'an është për gjithë njerëzimin dhe ki udhëzim vlen për gjithë njerëzimin, e dërgoi Muadh ibn al-Jabal në Yemen. Muadh ibn al-Jabal në Yemen është dërgu nga pejgamberi Allahut që t'ja mëson atyre fen, tha pejgamberi Allahut, a'lamu bil halali wal haram Muadh ibn al-Jabal. Njeriu më i ditur mbi halalin dhe haramin është Muadh ibn al-Jabal. Sa vjet? Mosha e tij ishte 20 vjeçare. Sebeb Muadh ibn al-Jabal krejt Jemeni i sodit atëher u bë musliman. Muadh ibn al-Jabal mbasi u bë musliman në Jemenin nga Allahu shkaktar ishte ai, pejgamberi Allahut mas çlirimit Mekkës e la Muadh ibn al-Jabal t'u mëson dinin dhe fen në shkatrimin e idhujve të kod, besimeve. 360 zotna e kishin mbush qabën me zotna të kotë të cilët i kishin ndërtu dhe kishin gdhendur me durët e tyre. Muadh ibn al-Jabal ishte hoxh alim i tyre në moshën për 20 vjeçare. Muadh ibn al-Jabal ka ndruar jetë nga smundja ngjitse në Palestinë në moshën 28 vjeçare. Këta 3 ishin ata cilët e dërgonin, e shpallnin, e rrëfenin halalin, drejtsin, hakun, jetën, si duhet njeriu t'jeton, përgjithësitë familjare, përgjithësitë shtetërore, përgjithësitë ushtarake, përgjithësitë e robëve, përgjithësitë e feve tjera, drejtësia absolute, mençuria e tij, zgjuarësia e tij, drejtësia e një gjali të ri sikur ai ishte shkak që e komplet shteti e pranonin fen islame. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë i ka dhënë përparësi dhe zë vend të rëndësishëm rinia e shëndosh, nga se një rini e shëndosh është i tërë shteti i shëndosh, e gjithë familja e shëndosh. I riu kërkohet që të martohet, sepse ai do të formon familje, ai do të edukon breza dhe ai do ta edukon shtetin përgjithësi. Allah razë i qoftë. O gjendëruar, cila është porosia profetike për shfrytëzimin e rinisë? Si duhet ta shfrytëzojmë në rinin? Padyshim se për këtë rëndësi të madhe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asesi nuk ka mundësi të jetë neglizhent për këshillën ndaj rinisë që të shfrytëzohet ajo, dhe do të gjejmë në shumë hadithe profetike. Por tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që shënon Imam Buhariu në sahihun e tij, njerëzit që mos shumti ju kalon prej dore, e humbin atë nga pakujdesia, al-maghbunu fihima kathiru minan nas, cila është ajo që njerëzit mos shumti, ni'ma, nimeti më i madh, begatia më e madhe, mirësia më e madhe, pasuria më e madhe, që njerëzit rrezikohen ta humbin atë, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e sjell si vërejtje dhe të kemi si çelësi, vëmendje të rëndësishme në këtë kënd, është shëndeti dhe koha e lirë. Kanë thënë ulemat e hadithit, muhaddithin, në këtë hadith shëndeti ka mundësi të jetë 95% e saj, po se në rini, nuk ka mundësi. Prandaj, pejgamberi Allahut na porosit që ta ruajmë dhe shfrytëzojmë shëndetin, e që ajo është brendësinë e rinisë, e një fjalë ta ruajmë dhe shfrytëzojmë rinin ton, moshën ton, në nxënien e diturisë në moshën e rinisë, në luftën e së keqes në moshën e rinisë, në përballjen e së keqes në moshën e rinisë, në mbështetjen e së mirës në moshën e rinisë, duke vepruar me vepra dhe tregti në moshën e rinisë, në formimin e familjes dhe edukimin e saj në moshën e rinisë, në ngritjen e shtetit në moshën e rinisë, dhe të kemi kujdes në humbjen e kohës së lirë. Këta tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi shumë njerëz të i humbin duke mos e vërejt humbjen e tyre, të ju kalon shpejt nëse ata nuk shfrytëzojnë
në adhurim ndaj Allahut xhelle xhelalu. Nuk shfrytëzojnë në programin se si Zoti i mësoi ata në bazë të Kuranit, e cila nuk na shpjegoi emrat e djelmoshave të rinj në shpellë, nuk na shpjegoi numrin e sakt se sa ishin 3 i 4 me ta qeni, apo ishin 5 i 6 me ta qeni, apo ishin 7 i 8 me ta qeni. Kjo nuk ka rëndësi fare në Kur'an, prandaj Allahu nuk e saktësoi, sepse nuk ka rëndësi numri, ka rëndësi pesha e veprimtarisë. Nuk është me rëndësi sa vjet i ka në moshë numerike, por është me rëndësi se çka veprohet, cila është sjellja, cilët janë vendimet, cilët janë rezultatet, cila është rruga, cila është mësimi, ku është qëllimi, dhe se njeriu fatkeqësisht sot e gjem në veçanti të riun i cili sot po i shkon në rinia duke mos e llogaritur fare, dhe habitemi se si na shkoi rinia duke mos ditur dhe të jemi në gjendje të vendosim gishtin ton në jetën ton, në të cilët i kemi arritur rezultatet ton, sikur sahabët e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Ndaj mesazhi im është mesazhi Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, të kemi kujdes në shfrytëzimin e shëndetit, e që ajo është pjesë përbërëse e rinisë, të kemi kujdes në shfrytëzimin e rinisë, e që ajo rini të jetë nga ata që Allahu është i kënaqur, të mos jemi rini kontekstin shebab, në kontekstin e epsheve, vetëm për ta ngopur barkun dhe për ta ngopur epshin ton, por të jemi rini futue, ata të cilët logjikojnë, ata të cilët punojnë, ata të cilët luftojnë kur është koha, ata të cilët ndihmojnë, ata të cilët sakrifikojnë, dhe ata të cilët punojnë dhe veprojnë duke arritur kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu. Lutim Zotin e Madh, Allahu të na mundson që të jemi nga ata të cilët e shfrytëzojmë me rinin, ashtu siç tha pejgamberi Allahut në ditën e gjykimit, nuk do të lëviz kamba e besimtarit, e që ndër pikat kryesore rinin se si e ka shfrytëzuar jetën e kësaj bote. O gjinderuar, jemi në fund të emisionit, dua që edhe një herë t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në emisionin ton Këshilla e Xhumas. Allahu i shpërblet inshallah për elaborimin e temës, dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Gjithçka nëse kemi qelluar është prej Allahut xhelle xhelalu, dhe me lutje dhe shpresën ton, Allahu t'ju jep forcë që të shfrytëzoni dhe ju rinin bashkë me ne, të jemi në shërbim të fesë islame, e që në fund ta gjejmë kënaqësinë Allahu xhelle xhelalu. Faleminderit juve. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku misafir kishim hoxhën e nderuar Nusret Efendi Fazliu. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu të na i pranon gjitha lutjet dhe ibadetet e kësaj dite madhështore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.